Dita ndërkombëtare kundër abuzimit dhe trafikimit të drogës u shënua edhe në Prishtinë. Organizata jo qeveritare Rijeta në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Policisë në Prishtinë realizuan një aktivitet sensibilizues me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit të qytetarëve për pasojat që sjell përdorimi dhe trafikimi i substancave narkotike. Gjatë këtij aktiviteti, vullnetarë dhe zyrtarë policor kanë shpërndar broshura informuese në rrugët kryesore të qytetit, materialet për mbajtjen e informacione për rreziqet shëndetësore, si dhe mënyrat për të kërkuar ndihmë për raportuar raste të dyshimta. Qytetarët u ndalën, lexuan dhe diskutuan me përfaqësuesit, duke treguar interesim dhe mbështetje për këtë iniciativë. Rinia jonë çdo ditë më shumë po pikçaset kësaj rrugë të gabuar, kështu që ne jemi ata që duhet me mbështet fillimisht, edhe kemi përgatitur disa broshura për me ardhur te parandalimi ndaj dukurive. Kjo është krijuar me një plagë të thellë në shoqërinë tonë, jo vetëm te individi, por te familja e të gjithë. Kështu që unë uroj që familjet e juaja mos të ketë, po në rrethin e gjanë mbase ju shërbejnë këto broshura të paktën për me lexu rreth pasojave, dëmeve që shkaktojnë lëndë narkotike. Kjo është për më brengos qytetarë gjithë, dhe më thonë vetëm familje, po do të më interesu për shoqërinë e gjerë. Po ndohë kjo, ne jemi dëshmitarë, sigurisht në 7 vjeçar, e di përpara s'ka qenë kjo dukuni, është paraqit, do të me pajtu, do të me sanu, do të gjithë me kontribuar sa të mund. A keni ndaj ide, zotni, çysh kish më vë më e mira për organet shtetërore, që sikur këto rastet e këto do të me fillu më herët mos me lënë kjo më me parandalu çdo sen, çdo fatkeqësi do të më parandalu. Është se natë kam bo magjistraturën parandalesat të senet, ajo është gjëja kryesore që vetëm parandalimit, kurrë tjetër. Faleminderit shumë. Kaloni mirë, suksese. Kjo plagë e shoqërisë tonë është e përfshi jo vetëm individin, por një shoqëri tonë, familjen, kështu që pe mendojmë që ne jemi dora e zgjatën për parandalimin e dukurive. A keni ju informata rreth kësaj dukurie? Jo, kam kështu kam po ndëgjoj çdo ditë, tani që po ka shumë, po shpresojmë që të ndalen këto sene pak. Uroj që jemi ne një dorë zgjatën për ata që kanë nevojë. Janë këto broshura që informohen rreth parandalimit fillimisht. Shumë një aktivitet i duhur që ka nevojë. Faleminderit. Informata kem, diçka jem të informuar, po jo ashtë në detaje. Atëherë këto broshura që janë prej policisë, mundi mu informu, mundi mu mi shpërnda, me bashkë bisedu, me thy stigmën edhe me kërku ndihmë sepse ekziston zgjidhja. Në rregull, faleminderit, shumë respekt për iniciativën. Arieta Musliu, drejtoresh ekzekutive e qendrës Rijeta, theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla, sensibilizuese të cilat duhet të bëhen në vazhdimsi, jo vetëm në dita botërore. Po sot data 26 qershor është dita botërore që i përket abuzimit dhe trafikimit të drogave, duke ditur që çdo ditë më shumë numri është në rritje. Këtë vetë jam ftuar në bashkëpunim me policinë e Kosovës që në një formë pak më ndryshe të bëjmë parandalimin, të thejmë stigma rreth kësaj dukurie negative. Me që e dim që numri është çdo ditë në rritje i të rinjve përdorues të lëndëve narkotike. Kjo nuk është një plagë vetëm për individin, por është për shoqërinë, për familjen, është një infektim me një hapësirë më të gjerë ku ne jemi ata që duhet t'i mbështesim përmes formave të ndryshme që t'u ofrojmë mbështetje. Droga nuk dëmton vetëm trupin e individit përdorues, droga shun ëndrat, humbet motivin për jetën, ku fatkeqësisht që të rinjt po e shohin si një zgjidhje, mbase po përpiqen të fshehin një traumë të patrajtuar, mbase pakënaqësitë e përditshmërisë po e detyrojnë edhe arsyet të ndryshme që janë, po ne jemi ata
që duhet t'ju qëndrojmë, mos t'i gjykojmë, të krijojmë një urë, jo mure, të bllokimit të këtij problemi, të flasim lirshëm dhe të bëjmë më të mirën për ata që kanë nevojë. Qytetarët si po i mirëpresin këto aktivitete, këtë aktivitet të sotëm? Është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ne veç kemi filluar këtu në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë që shpërndajmë broshurat që i kemi Stop Drogës. Nuk do të thotë vetëm me Stop Droga përfundon gjithçka, po është një iniciativë shumë e mirëpritur, po përgëzohemi edhe kjo na bën me nënkuptuar që ne jo vetëm këtë ditë, por çdo ditë duhet me bë më të mirën, me dhënë prej vetes, këtu ftoj të gjithë ata që mendojnë, sepse kapaciteti i çdo individi është që mundet me qenë një dorë zgjatër për një individ. Të paktën me i thonë që jam me ty edhe zgjidhja ekziston. Ky aktivitet është pjesë e një fushatë më të gjerë që synon të frenojë përhapjen e drogave, të ndihmojë në rehabilitimin e atyre që vuajnë nga varësia dhe të forcojë bashkëpunimin ndërmjet shoqërisë civile, policisë dhe institucioneve të tjera në luftën kundër trafikimit dhe abuzimit me substanca narkotike.